Na realisht e kemi problem me një njeri. Ajo është me emër të përveçëm edhe pse të gjithë thonë që na duhet të merremi me partinë i cila i fitoi zgjedhjet, e jo me partinë që i humbi zgjedhjet. Unë mendoj e kundërta. Për arsye se arsyeja pse në Shqipëri kemi një opozitë kaq të dobët është e lidhur me një anë, me Sali Berishën dhe me asgjë tjetër. Jemi te pjesë e dytë. Po, që është totalisht politike. Jo, unë po flas për pse thash që është e lidhur me një emër. Do të thënë ndikimi i krimit, sa mendon ti se është? Ja, do jemi gjerësisht. E para, krimi zgjedhor është i lidhur ose kryesisht ka qenë i lidhur me liderët e partive, për arsye se ata e kanë pas tolerancën e mjaftueshme për ta. Kush ishte më fort me atë krimi gjithmonë? Mos harrojmë që deri në vitin 2000, po themi 17, kryesisht zonat caktuara kanë qenë kontrolluara nga bandat. Dhe kjo është pikë. Unë jam vetë pjesëmarrës i zgjedhjeve, e di saktësisht dhe i kam prekur ato. Dhe nuk është ky fenomen as i vitit 2021, as i vitit 2025. Ajo që është e rëndësishme është që në vitin 2017, ose deri në vitin e 17, e kemi pas fenomenin e krerëve të bandave të futura, ose një pjesë të tyre, emisarëve të tyre të futur në parlament. Ky fenomen është eliminuar. Ata janë tash në periferit ndikimit dhe funksionojnë përmes individëve caktuar. Unë nuk po them që ata janë parlament gjithsesi. Po. Janë parlament, pra risku dhe fakti që unë nuk guxoj me fol për Sara Milaj. E vërteta është që ajo pa drejtësisht tojza Gjabaftët, të cilët dolën në mes të Tiranës. Po, cila është më e rëndësishme, Sara Milaj a Gjin Gjoni, cili është në Lezhë? Po, unë nuk e ndava me parti politike. Jo, unë më thamë, nëse na merremi, ose ai prokurorin e Durrës. Nuk e ndava me parti politike, unë fola për njerëz. O e ndonë ose ndonë, se këtë fenomene e ndonë. Të lutem, tani, përgjithsisht, krimi organizuar punon me pushtetin, dhe ju e dini këtë gjë. Tu nuk ka asnjë diskutim. Krimi organizuar në vjenerën e pushtetit dhe i vishet pushtetit. Pra, kjo është e gjitha. Ja, ta mbaroj. Të thuash që sot në parlament nuk ka njerëz të financuar ose të ndikuar. Jo, unë e thash, elementet të cilat kanë qenë brutalisht e përfaqësuara, fizikisht e përfaqësuara, nuk ekziston. Elementet periferike që çojnë njerëz në parlament, duke menduar që ata mund ta krijojnë një mbrojtje, ose ta përshkruajnë një imunitet përmes votës, se vota e tyre ka me pas ndikim në një moment caktuara, unë mendoj që ajo kohë ka përfunduar. Nuk ka më as i kohë. Sara Milaj, ata e projektojnë veten, dëshiren e veten. Sara Milaj nuk është njeriu, letë më falë, zonjusha nuk e njoh me qenë se është bërë personazh publik për faktin se i mori 20.000 vota. Ndoshta është më e mira, unë nuk kam asnjë fakt për të se nuk. Data shpjegoj si ka marrë 20.000. Jo, se nuk do vazhdojmë. Aja nuk e do të shpjegoj, po, thonë drejtën. Pikërisht pra. Data shpjegoj. Pa drejt kërkojmë nga ajo që tregoj se i ka marrë 20.000 veta. Është e drejtë zotja Gjim. Është e drejtë e shtetit. Jo, gabim. Është e drejtë e shtetit që të hyjë thellësisht. Është drejtë e shtetit. Edhe ajo ndoshta duhet jap. Edhe ndoshta duhet jap sqarime pas. Të bëhet transparencë. Ka një akuzë do ta japi partia që ka zgjedhur. Edhe partia. Po pse sqarime ajo më thon? Gjin Gjoni është larguar me dorëheqje nga sistemi i drejtësisë. Kështu që për mua është një person i cili mund të kandidonte lehtësisht. Çështja është, a kanë punuar grupet kriminale për të? Hajde ta diskutojmë. Për hamendjen korruptive, po flas për fakte. Jo, deri këtu do të diskutojmë se në emision tjetër. Nëse nuk sjellin prova, Spaku, ti thua janë në time të gjitha, dhe pastaj do të thotë që të marrin pushkën kot kundër njeriu. Atëherë, zoti Rakipi, Spaku është institucion dhe ai është në fundit. Spaku thot, unë kam bërë kontrole për Elbasanit për arsye, sepse kam këto dyshime. Mund të rezultojnë dyshime të bazuara, po mund edhe të është rasti e Sara Milës në to hetim? Patjetër është ushtruar kontroll tek njerëz të lidhur me suqetin. Nëse kjo hamendje jonja në studio, parasysh se na kemi problem në studio. E kategorizojmë gjithçka, vjedhje, korrupsion. Nuk e bëjmë me tri fjali krymë. Une nuk kemi drejt të akuzojmë Sara Milën derisa del Spaku dhe thotë, Gjoni, kjo grua është hyrë në parlament me votat korruptuara. Atëherë, se duat të respektojt mos më vendosem. Asnjëri nga ne këtu, të paktën unë personalisht, nuk aludova përkundrazi, ju referova një institucioni zyrtar
dhe pata një pretendim personal që tash më duket e parësyeshme dhe ky është dyshimi im, sepse ka marrë vota një grua e cila nuk ka asnjë kontribut, pra është njësoj sikur të marrim nesër me gjithë respektin që kam për Rojën Tedera, ta vëm kandidat për deputet dhe të marrë 20.000 vota. Se jo? Po duhet ketë një program, duhet ketë një program, duhet ketë një arsye, pra nuk mund shkosh zotja Gjiu. Po pra, pikërisht pra, ka një arsye që merr 20.000 vota, se 20.000 vota nuk vin nga qielli. Nëse këto vota, ja shiko, të lutem, Klodi, nëse këto vota i ka... Janë nga tarafi, bie dakord, le ti meritoj. Po nëse janë të ndikuar... Duhet të ndaloj sa më parë, por në qoftë se shteti dhe ligji nuk ndalon, shteti dhe ligji duhet ta kishte arrestuar Suel Qelën, se ka në kërkim. Policia sot duhet të kishte prangat. Ne nuk mund ta pranojmë, se ajo është pastaj edhe çështje burokratike. E gjen dot spaku, se gjen spaku, gjen numër telefoni, se gjen numër telefoni. Ne moralisht nuk mund ta pranojmë këtë fenomen. Që të vi dikush nga hiçi, të mbështetet nga askushi, nga eteri, dhe të hyjë në parlament, dhe nuk e di pastaj çfarë interesa profesion. Ne nuk e pranojmë do të çfarë do certifikate drejtësie të marrej, nga cila do drejtësi. Nuk mund të akuzojmë do të që punoj Suel Qela për të, dakord. Por që ta pranojmë ne këtë si fenomen normal në parlament. Jo. Ne themi që ai atje profesion veten, kjo nuk. Po kaq mund të themi ne. Dyta është që në qoftë se ne kemi fenomenin që majoranca, që qeveria, se opozita dakord, edhe ai është krim, po sidomos majoranca. Bashkëpunoj me bandat për disa deputet vetët që të marrin më shumë, atëherë ne këtu s'kemi më dallim mes pushtetit dhe krimit. Ne nuk e di më pushteti kujt i dha votat dhe pushteti kujt hyri në parlament. Këtë dim në marrë, se kjo nuk u bë sot, kjo ka 12 vite. Absolutisht pra, por ne s'mund ta pranoj si fenomen normal të. Por normal. Ky është shqetësimi, mos është shqetësimi. Se u fut Arkendi apo u fut Sara. Biles. Problemi është që edhe më keq. Kujt i ka thënë Ramat të hap vota këtyre? Dhe si ka komunikuar Rama me këta për të dhënë vota? Ky është problemi. Unë kam dhe një pyetje të fundit për këtë pjesë, që besoj është e rëndësishme për mënyrën si u zhvilluan ngjarjet. SPAK pati një task force gjatë zgjedhjeve, që u propagandua me shumë forcë përpara ekzekutimit të zgjedhjeve. Si e vlerësoni ju punën e kësaj task force? Me këto hetime që kemi parë deri tani, a pati SPAK ndonjë ndikim në këto zgjedhje? Lala, e thua ti, me bazë provoj që kemi shmenot i qeqin afra ty dhe analistët fare shkurt thonë shmendojnë për këtë task force. Bëri punë apo jo? Dëgjoj, unë mendoj që ishte një nisje e mirë. Çfarë dua të them me këtë nisje e mirë? Është një gjë e cila nuk kishte ekzistuar asnjëherë më parë, edhe fakti që një prokurori bëri përpjekje serioze për të hetuar krimin zgjedhor duhet parë në aspektin pozitiv, por personalisht kam pritur shumë më tepër nga ana e prokurorisë së posaçme.